Përshëndetje miq të dashur. Pas ka dalë Ramush Haradinaj po kërkon votë me numrin 119. Por të ndëgjojmë pare e të diskutojmë bashkë, ju lutem. Dashur qytetarë të Kosovës, na duhet prodhojmë energji në Kosovë. I kam pas fillu 2 projekte për prodhim të energjisë në Kosovë, me qymyr edhe gasqiesi. Të dy këto projekte u ndërprejnë dhe sot varemi nga tregu dhe çmimet e energjisë varen nga tregtarët. Ju lutem, në numrin 129, pra vota për numrin 129, e kthen prodhimin e energjisë në Kosovë dhe i kthen çmimet e Kosovës e jo të tregtarëve. Sa për ju vjen faktura sot e energjisë ju, sa për ju vjen ekonomisë tonë. O, bablok, tregojo qytetarët Kosovës që rrima u shtrejtu këtë botën, jo veç Kosovë. Tregojo popullit që fakturat i vinë manal këtë botën popullit, jo veç Kosovës. Mos i martroni më rëllof njerëz e Kosovës, bashkë aty ku ka qysh me thonë, ku mundoni jo që ka që mund me përfitu. Nuk janë to, se ma vonë do i ndigjoj premtimet tua që ti ke dhënë vetë, e se ke bo asnjë. Mos nuk shkon kështu to Rambo. Duhesh shumë mirë ke kërku votin, por duhesh me tregu popullit që na mundohem me bo ma mirë, po jo në atë kurrë se jo këta kështu, jo po kështu, jo po i pyjën faktura që ka që po e që ka që. Të paktën, ky po ja vjep ka 100 euro, për do 3-4 muj, që i mbolujnë të argjime. Të paktën, ky po jep çdo muj shtesat, që ti pa të premtu kogja ma heret, e se pa të pas një, edhe kogja të frynë e bile, den 3.500 euro, për thmi, pa të thonë, ku do i ngojnë zbashko. Mos jarroni këto premtime që po japni, se këto jesin këtë arkiv. Por ndryshe, nuk mund e kërku votën veç haqe, po du me kërku votën dhe se i hanë populli. Jo, populli është gjupe i gjumi. A dini pse? Pse ka diasporë mrapa. Diaspora për e ka dhe rrugën ka është. A ti ketu në diasporë? Rambo, o du me mësu pak për diasporës. O du me marë mësimet e mira për diasporës. E mi prunë Kosovë, si që po i mërë Albin Kurti. Sistemin në vegjës që për instalon në Kosovë. Kështu që po vazhdojmë edhe të diskutojmë zbashko. Që ta zbresim çmimin e energjisë, votoni 129 dhe keni në dorën tuaj, ju me votën e juaj, e ktheni prodhimin e energjisë në Kosovë, ashtu si të kryen punë tjera të kur pamasinë e të drejtshëm, të çrim, dhe ta kthejmë prodhimin e energjisë në Kosovë. Të e në premtime tua, Ramush Haradinaj, të ndëgjojmë, se ndoshta e ke harru. Edhe fonsat e tu, ndoshta e kanë harru. Por na si popull, si kena harru kur. Se na pa të qunë hava me premtime. Shkujmë. Pra me i takuar qiftit jo dhe të nanës, me dërës, nëse është nana dhe të shyshe, kuptoj dhe të nanës, po nëse është një familje, një qistiri, për fëmijën e parë 1.500 euro. Për fëmijën e parë 1.500 euro. Këta veç populli Kosovës e kanë hamur këtë fare. 1.500 euro nuk i merë për në Evropë, kudo. Japse u zhu populli, të lutem. 2.500 dhe për fëmijën e tretë 3.500. Pse? Për fëmijën e tretë 3.500. Për shkak se kosta e jetës, me një, 2, së herë rritë, ma shtirë. Dhe pashtu shpisat për fëmijë, deri në 6 vjetë, 150 euro. Kurse të njëjtën sistem për përdor që tash, veç e ke zbut. Për atërshit, tash i ranë 1.000 euro në rroga. Ti pëthe ke thonë, si ti në biro, punë e parë që i bëj, rrogën 1.000 euro.
A në ka kryeministria tjera po me po mas parja? A direkt rrugëna? Kanë për të mashtru popullin e Kosovës, a? Jo i të rumë. Njëherë, kalën mini. Dytën herë më veç. E përmene Trepçën. Ke haru që në 2015 dhe ke dhash me privatizu Trepçën. Ti, lidhe kë, këdhe kë. Keni haru. E tash po do me përmisu. Çfarë përmisimi kemi unë, ja, po më tregon. Trepçës. Shkojmë. Në vitit 2015, privatizimi i Trepçës u shndërua në një nga çështjet më të ndjeshme në Kosovë. Pushtetarët e asaj kohe, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e konsideronin privatizimin si zgjidhjen e vetme, duke synuar shitjen e një giganti ekonomik që mban gjallë shtetin dhe përbën një nga 3 burimet më të rëndësishme të buxhetit shtetër. Kundër E ti po më folë mu për lip vot për Trepçën. Jo, rëmba, jo. Nuk ka vot për juve. Nuk ka vot për juve sepse keni vjedh, stërvjedh, mashtru, stërmashtru, populli ka orë të. Unë mirë shumë keq, për respekt për luftën që e ke bo, por po flasëm gjithmonë mas lufte. Mas lufte ja keni kajtë në nënën Kosovës. Ta s'pëthomone, po thot populli. Mas lufte po thot komandantat e luftës ja ka kajtë nënën Kosovës e ka pru që gjendje 20 vjet. Erdhe Albin Kurti për me ndërprej këto rap. E për qëta, edhe ajo zoja ju të aty që përnën, jo zoja më falë në politikë, deputetja juaj, dulë tha, amon tha, mëse votoni diaspor, Albinin. Amon bohën bashkë veç të rëzëjnë Albin Kurtin, pse? Për çfarë arsye? Shkojmë edhe pak. Se në arsyen e dim, po përdu për te e përgjigje, për juve. Se nisme reagoi fuqishëm Agim Bahtiri, kryetari i atëhershëm i Mitrovit. Ai doli hapur kundër privatizimit, duke theksuar me vendosmëri se Trepça nuk guxon të shitet dhe as të privatizohet. Dhe ardha ime nuk është pa peshë këtu dhe jam marrë me ditë se çfarë po duhet me Trepçën. Vendimin tim dhe Trepçës e tani se asnjëherë kurrë në jetë s'kemi me lejuar që Trepça privatizohet asnjëherë, po Trepça do të jetë në kompani publike dhe ajo do të funksionojë në mënyrë më të mirë po. Mitrovit. Do të njëherë Anive Rambo, Agim Bahtiri e ka ndalu, por mos me privatizu. Se as Trepçën në këshëm posën. Kështu që